Unë edhe ti në këtë mes jena 5. Unë e ti, Shëndriti 3, Greta 4, 5. Nesa. Sepse edhe cilësit e Jezu Krishtit ishin 5. Dashuria, sa për lexova aty tani? Dashuria, mëshira, drejtësia, paqja dhe vërtetësia. Alright? Edhe unë këto të 5-ta, gjej çfarë? I kam treguar këtu dashuria, mëshira, drejtësia, gjitha këto gjërat e tjera. Kupton? Edhe my mind is blowing. Nesa. DJ Gimbo. Shëlinë Ku më. e la me kuna mbeti. Vajva tonë i mirë mileti. Vajva tonë i mirë mileti. E Shëlinë. vetë me grua në dhomë. Jam unë. Dhe është gjithashtu libri Marie Benedikt. Në do të shkruaj një libër për mua. Po mi se lidh. A do në gjë tjetër. Këngë do. Mi tha Arbri, jetë që këllastuar ti. E të këllastu edhe në pak ty. Edhe të këllastu pak ty. Të pak shumë e nervë Arbri. Nuk di t'jem e lastuar, po nesa. Ndihesh e tillë kanë njerë. Ha? Ndihem në tillë, e shijoj kur jam, por nuk jam. Në parim nuk jam, si njeri. Ama e shijoj kur më trajtojnë si të tillë, po e shijoj, pse jo. Jam vajzë. Ndoshta herë në jetën time më ka munguar t'jem ajo llastica e shtëpisë, kështu që ndoshta edhe nga mungesa, nuk di ta mirë menaxhoj, po, ama Me mua do jesha më ju të më koha. nuk jam gjithkohë. Jam shumë humble, unë jam shumë mirënjohëse. A diçka duhet në mësë më honde? Besëm që të vetë minsan në botë që nuk e falja të ratio. Po, normal. Edhe a dikur e vërtet e që është e tillë. Kur ti sillesh ndryshe. Si dhe ndryshëm më tjerë? Që të thosh? Një ndër pikat kryesore që mundesh me ditë kanë, a është 100% me ty, ajo është sjellja e saj. Sa ndryshon tek ti, pi ditës në ditë. Nëse sjellja jote pri ditës në ditë është më e mirë se e djeshmja, është everything okay. Nëse sjellja jote Gjima, se më duke në jarë. Më duke sigur këtu do zhvillohet çdo gjë deri në një pikë. Dhe më duke sigur me të dalur nga këtu, çdo gjë do rikrijohet. Rebranding. Kjo jo sepse ku di unë. Kjo thjesht sepse unë jam shumë sigur që aty jashtë është pak më ndryshe. Kupton? Unë jam shumë sigur që ku di unë, që mund t'jetë një rifillim korrekt, rifillim i sakt, i sinqert, ndoshta më healthy sa këtu, do të thash. Që kupton? Te kupton mu. Po, në kupton të. Për tu si ka qenë deri tani, ka qenë një ditë më mirë se ajo që kemi kalu, apo? Çdo ditë është më mirë. A je sigurt? Okej. Për shembull, unë ka shumë keq. Unë çdo ditë më shumë një më mirë me ty Selin. Çdo ditë më shumë. Çdo ditë më shumë në shoh një hap më përpara me ty. Se për onës tam, se për onës tonë. Unë është të tillë dhe shpresoj shumë me komë të tillë. A i nditi Gimbo në një moment si kur keq, e di që sikur tha herën tjetër që Gimbo është pak më i përfshirë. Okej, jam shumë dakord që ndoshta ashtu lexohet nga njerëzit që ti mund të jesh më i përfshirë se unë. Po a të ka munguar, si thosh? Ajo e jotja. Ka njerë. Ka njerë po? A i ka thënë, se ka thënë? Pse ka thënë? Së të kaldohet që unë çdo se në lokos. Ko është doktor, mjeku i këtë. A mendoni që i suksesit në një çift dialogu? Komunikime. Po, më ju më këtë sanë, Selin. Se unë për shumë nuk do ja falja do të vetës, nëse partneri im në një moment do ishte ndjerë i paplotësuar nga ana ime. Ja, ta thëmë, se ka në momenti kërë me paplotësum. A nuk është ka një farë paplotësimi nëse të ka mungu? Kjo është pjesa që po thu kur del jashtë është një rebranding. Po të paktën për sa kohë ti ashtu, nuk